në kanë qitë tubë, në kanë bërë të orë, në kanë maltretu në mënyrë mas njerëzore, edhe i kanë marrë, në kanë shtrinë në tokë, në baltë, durë mbrapa kryt në baltë. Nesër mëngjes e kemi marrë lajmen që janë të ekzekutuar gjithë masakruan të kodra e Bushit në Alt. Unë jam Burim Osmani, shotet e çak im bjetu në masakrën e çak, këtu e kam prindin Sadik Osmanin, është kon mësues në fshatin e çak. Ditën tragjike jemi kanë bashkë në fshat aty, edhe në atë shtëpi ku është bom masakër ka shtëpia jonë. Vani dhe kodra. Hadhe ta si gjithherë janë të bu gjithë katuni në shtëpi tonë janë të bu, se kemi pas një rrugdalje kodrës Bebushit që i thojmë, edhe shpeshherë jemi dole aty. Po ditën e 15 janarit kanë ndodhur këtë e kundërta, se jemi kontrrethekuar me mëngjes. Edhe forcat serbe njëherë janë hitu e granatu shtëpinë, pe gjitha anëve, se kanë menuar që mos ka ushtarë mrena, te e kanë po që një plumb nuk ka shkrep e shtëpisë. Edhe janari kanë hapë dyert me gjitha forcat, edhe në kanë nxjerrë edhe pe podrumit, edhe pe jahrit ku ka pos burra. Në kanë qitë tubë, në kanë bërë të orë, në kanë maltretu në mënyrë mas njerëzore, edhe i kanë marrë, në kanë shtrinë në tokë, në baltë, durë mbrapa kryt në baltë. Ato maltretimi kanë fillu, unë i vetëm jam konë që jam konë në kamë, jo që më jereve se kanë marrë edhe matrise one, po ju ka plotësu në umri, se serbishtë nuk e kom ditë në atë ku kanë full me kanë full nuk e di policë dhe ushtria serbe, edhe më kanë shtinë podrom, 3 herë më kanë shtinë, 3 herë më kanë rrej, më kanë qitë apet jashtu më rrej, te 17, te kanë vendos, kanë kopë me dhunë apet më kanë shtinë mrena, kanë mbyllë derën, edhe na jemi betë në mbyllë me hallën edhe me këta mrena, ka pos gjujtje në bërë, na kemi menu që i kanë marrë gjithë këta i kanë qunë në për stacionet policisë, po fati me këtë që i kanë marrë i kanë qunë kodrë dhe i kanë ekzekutu. A dita te në ora 4 mas dite kemi thyni dritarë se janë largu forcat, jemi dole nuk i kemi ditë që i kanë ekzekutu, edhe jemi nisë për shtime. Ose beja në kanal me ato kjerët që kanë pos, në kanë këthy mbrapa, kanë marrë ramnat, gjithëve këtyne me këshyne për stacione ku janë, po nuk janë kanë, edhe të nesër mëngjes e kemi marrë lajmen që janë të ekzekutuar gjithë masakruan të kodra e Bushit në Alt. Atë të orë të në dhe jam vokeri në vendin e ngjarjes. Ka pas të nditën e gotë gazetore për Kamusit, ka pas në mramje të në kemi marrë kufumat, të kemi punë xhami, si s'dijet të në të masnesit, apet i kanë marrë kufumat, i kanë marrë policia serbe, me dhunë i ka marrë në xhamit fshatit, edhe te i ka kthy me menzi që i ka kthy me 11 shkurt për ditë varrimit.